Fëmijët fillojnë shkollën në moshën 6 vjeçare. Më parë, ata mund të shkojnë në një qerdhe, shkurt kita. Kita është një lloj institucioni parashkollor ku fëmijët mësojnë duke luajtur. Ata nuk duhet të shkruajnë apo të bëjnë matematikë atje. Në qerdhe, fëmijët mësojnë duke bërë enigma, duke grumbulluar blloqe ndërtimi ose duke luajtur në grup. Kontakti me fëmijët e tjerë është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e tyre. Në Baden-Württemberg, kita ndahet në qerdhe ditore për fëmijët nën 3 vjeç dhe kopshtin e fëmijëve. Prindërit vendosin vetë nëse dhe kur fëmija e tyre shkon në kita. Në parim, nga mosha 2 vjeçare, fëmijët me të drejtë aspirojnë një vend në kita. Shumica e fëmijëve shkojnë në kita kur janë 2 ose 3 vjeç. Në qerdhe, edukatorë të trajnuar kujdesen për fëmijët. Ata këndojnë, bëjnë pundore me fëmijët, lexojnë tregime dhe shkojnë në ekskursione. Fëmijët mësojnë të përqendrohen, të tregojnë konsiderat për njëri tjetrin edhe të ndjekin rregullat. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme për shkollën. Edukatorët gjithashtu i kushtojnë vëmendje nëse fëmijët po zhvillohen mirë. Nëse kanë nevojë për ndihmë në fusha të caktuara, ata marrin mbështetje individuale. Raste të tilla mund të jenë lëvizshmëria apo shqiptimi. Stafi i qerdhes punon ngushtë me prindërit për të ofruar mbështetje. Fëmijët që vinë nga një vend tjetër mësojnë gjermanisht në qerdhe. Përveç kësaj, çdo fëmijë mund të tregojë për zakonet dhe traditat e familjes së tij. Kështu ata njohin kultura të ndryshme. Në vitin e fundit të kopshtit, fillon përgatitja për shkollë. Fëmijët mësojnë se si funksionon shkolla dhe cilat rregulla zbatohen në shkollë. Ndonjëherë, ata ndjekin edhe ndonjë mësim vetëm si provë, në mënyrë që fillimi i shkollës të shkojë mbar.